Njësia administrative e Treganit ndonë se një nga zonat që kontribon ndjeshëm me të ardhurat nga taksat në buxhetin e Bashkisë Elbasan, përballet me mungesë të dukshme investimesh. Tregu i Treganit, një prej hapësirave më të përdorura nga banorët dhe vizitorët, ofron një pamje të mirueshme dhe të ndotur, që bie ndesh me statusin e zonës si destinacion turistik shëndetësor. Bashkia Elbasan ka gati projektin për ndërtimin e një tregu të ri në Tregan, por jemi ende në pritje të financimit, deklaron administratori i Njësisë Administrative Tregan. Pra tregu këtu në Ligjat ka shqetësim për gjithë për banorët, për turistët, por bashkia ka bërë një plan bilës një plan model për ta ndërtuar, dhe jemi në pritje sipër për ta ndërtuar, për ta bërë me të vërtet një treg modern të kohës sotshme. Një tjetër problem shqetësues është mungesa e sistemimit të urave të bardha dhe të zeza, e cila jo vetëm dëmton mjedisin, por cënon edhe cilësinë e shërbimeve për mijëra vizitor që zgjedhin Ligjat si destinacion për trajtim shëndetësor. Po edhe vjet që u hap ky kanali edhe si vjet. Erdhi punovi një fadroma, dije zberigje, duhet të hequr këto dhera të mbyllet gropa kaq. Si atje edhe këtu, ajo erës qufur bie po që mirë është mos mbeten kështu dhera që aty ja vërtiten autobusat, vërtiten makinat. Si punë turistësh quhet kjo punë, po akorça. Kam 4 ditë, do rri 10 ditë do iki. Para 2 vjetë njëjta akoma. E kom qenë unë këtu. Shumë shqetësim. Edhe ka shumë një robë të keqja të leje. Që të Ligjës kanali ujëve të bardha të zeza, edhe pat probleme, pat një tub plastike, edhe u blokua. Ne duke bashkëpunuar me këto biznesmenet, arritëm të blejm tubacion betoni, edhe e vendosëm bashkë me ujësjellsin, edhe tani jemi duke mbyll komplet ato çajin e kanalit që është parë. Kjo zonë njihet për ligja termale me vlera kurative të cilat frekuentohen nga pacient, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe më gjërë.